Acidi folik nuk është vetëm për gratë shtatzëna, por edhe një vitaminë e vlefshme që mund të rrisë energjinë tuaj, shëndetin e zemrës dhe trurit. Nëse keni dëgjuar për acidin folik, me siguri e keni lidhur Acidi me folik shtatzanin. Mbështet zhvillimin e fetusit duke reduktuar defektet e tubit nervor gjatë shtatzanisë. Vëren dietologja Rema Pillai, por është një lëndë ushqyese e rëndësishme për shumicën e grave, shton ajo. Jo vetëm ato që janë shtatzëna, ose që përpiqen të mbeten shtatzënë. Edhe Jessica Sepel, themeluese J-Cell Vitamins, eksperte nutricioniste. Kjo vitamin është përgjegjëse për shumë funksione thelbësore në trupin tonë, por shpesh neglizhohet për shkak të lidhjes së ngushtë me shtatzanin. Por pse acidi folik është kaq i dobishëm për shumicën e grave? Acidi folik është një formë sintetike e vitaminës B9 ose folatit, të cilën trupi ynë nuk mund ta prodhojë vetë. Për këtë arsye, ne duhet të marrim atë nëpërmjet dietës ose në disa raste edhe nëpërmjet suplementeve. Për shkak se është i tretshëm në ujë, acidi folik për të cilin trupi ynë nuk ka nevojë, ekskretohet në urinë. Ndaj duhet ta rimbusni rregullisht. Pavarësisht lidhjes së tij të gjerë me shtatzanin, acidi folik është po aq i rëndësishëm për gratë jo shtatzëna. Pra le të shohim 5 arsyet kryesore pse ja vlen ta përfshini atë në dietën tuaj. Acidi folik ndihmon në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, të cilat janë përgjegjëse për transportimin e oksigjenit në të gjithë trupin. Kur nivelet e acidit folik janë të ulta, mund të zhvilloni anemi, e cila mund të shkaktojë dobësi, lodhje dhe një ndjenjë të përgjithshme raskapitjeje. Duke rritur acidin folik në dietën tuaj, ju mund ta zvogëloni rrezikun e kësaj gjendje dhe të ndjeheni më energjik. Përmirësimi i funksionit të trurit. Mungesa e acidit folik është lidhur me probleme të ndryshme të trurit, duke përfshirë depresionin dhe çmendurinë. Acidi folik është jetik për funksionin e mirë të trurit, duke ndihmuar në sintezën e ADN-s dhe rinovimin e qelizave, ndërkohë që rrit kujtesën dhe disponimin. Një nivel i mirë i acidit folik mund të ndihmojë në përmirësimin e përqendrimit dhe funksionit të përgjithshëm mendor, duke ju bërë më efikas në jetën tuaj të përditshme. Rigjenerimi i qelizave. Një përfitim tjetër i rëndësishëm i acidit folik është aftësia e tij për të përshpejtuar procesin e rigjenerimit të qelizave dhe riparimin e ADN-s. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur trupi duhet të shërohet nga lëndimet ose plagët. Acidi folik mund të ndihmojë në përshpejtimin e shërimit, duke e bërë atë thelbësor për shëndetin e mirë të trupit. Mbrojtja e zemrës. Mungesa e acidit folik shoqërohet me një rrezik të shtuar të sëmundjeve të zemrës. Acidi folik ndihmon në uljen e niveleve të homocisteinës, një substancë në gjak që lidhet me sëmundjet kardiovaskulare kur është në nivele të larta. Ai gjithashtu përmirëson rrjedhën e gjakut dhe ul presionin e gjakut, duke rritur shëndetin tuaj të përgjithshëm të zemrës. Rrit energjinë. Të gjitha vitaminat B, përfshirë acidin folik, luajnë një rol kyç në shndrimin e ushqimit në energji. Acidi folik ndihmon trupin të përdor karbohidratet që hani për të prodhuar glukozë, e cila përdoret si lëndë djegëse për trupin. Prandaj një nivel i mirë i acidit folik mund t'ju ndihmojë të ruani energjinë tuaj gjatë ditës, duke reduktuar ndjenjën e lodhjes dhe letargjisë. Si ta përfshini acidin folik në dietën tuaj? Ju mund ta gjeni acidin folik në ushqime të tilla si perimet me gjethe jeshile, agrumet, fasule dhe drithat e fortifikuara. Megjithatë, nëse nuk jeni në gjendje të merrni sasinë e nevojshme nga dieta juaj, mund të zgjidhni të merrni një suplement të acidit folik. Nutricionistët shpesh rekomandojnë një konsum ditor prej 400 mikrogramësh për shumicën e njerëzve, përveç nëse jeni diagnostikuar me anemi të mungesës së folatit. Në këtë rast, doza e rekomanduar është 5 mg në ditë. Por a ka ndonjë gjë që duhet të keni kujdes përpara se të merrni acid folik? Shumica e të rriturve dhe fëmijët mund të marrin acid folik pa problem. Megjithatë, nëse jeni alergjik ndaj acidit folik ose ilaçeve të tjera, ose nëse vuani nga sëmundjet serioze si kanceri ose çrregullime të veshkave, është mirë të konsultoheni me një mjek përpara se ta filloni. Acidi folik pra është një vitaminë jashtëzakonisht e rëndësishme që mund të sjellë shumë përfitime për shëndetin tuaj.
pavarësisht nëse jeni shtatzën apo jo. Ndihmon për të përmirësuar mirëqenien tuaj të përgjithshme, funksionin e trurit dhe zemrës, duke ju mbrojtur gjithashtu nga anemia dhe lodhja. Ja vlen ta përfshini në dietën tuaj për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.